Jeta e pejgamberit Muhammed a.s. ndodhi që nuk I ke dëgjuar kur më parë. Jeta e pejgamberit Muhammed a.s. përmban shumë ngjarje të njohura, por dhe episode të heshtura që rrallë përmenden. Këto ndodhi tregojnë anën njerëzore, shpirtërore dhe edukative të tij, duke zbuluar një realitet të thellë që formsoi misionin pejgamberik dhe ndikoi fuqishëm në historinë islame dhe në zemrat e besimtarëve anëmban. Shpesh ai este vetëm në rrugët e Mekës, duke reflektuar mbi padrejtësitë e shoqërisë. Ai ndjente dhimbje për të varfrit, jetimet dhe të shtypët. Kjo ndjeshmëri e brendshme nuk ishte dobësi, por përgatitje hyjnore për barrën e shpalljes dhe udhëheqjes morale, që do të vinte më vonë me përgjegjësi të madhe. Një ndodhi pak e përmendur është durimi I tij ndaj fyrjeve të përditshme. Ai nuk reagoi me hakmarrje, por me heshtje dhe lutje. Kjo vetë përmbajtje forcoi karakterin e tij dhe u bë shembull për sahabët se forca e vërtet lind nga morali dhe besimi I thellë në Allahun fuqiplot gjithmonë. Në shtëpinë e tij pejgamberi alayhis salam jetonte thjesht. Ai arnonte rrobat e veta, pastronte hapësirën dhe shërbente familjes. Këto veprime të vogla tregojnë se madhështia nuk qëndron në pushtet, por në përulësi, respekt dhe dashuri të sinqertë ndaj njerëzve më të afërt në jetën e përditshme, duke krijuar harmoni familjare. Pak kush e di se ai lutej gjatë natës derisa këmbët I enjteshin. Përkushtimi I fshehtë nuk bëhej për të parë, por për të afruar me Krijuesin. Kjo lidhje e fortë shpirtërore furnizonte me durim, mençuri dhe forcë për sprovat e rënda të ditës së ardhshme vazhdimisht. Ai gjithashtu dëgjonte me kujdes njerëzit edhe kur ishin kundërshtar. Ky respekt për dialogun ishte I rrallë në atë kohë. Pejgamberi besonte se udhëzimi fillon me dëgjim dhe mirëkuptim, jo me imponim. Kjo metodë e qetë ndryshoi zemrat dhe hapi rrugë për pranimin e të vërtetës me bindje të plotë. Një moment prekës ishte kujdesi I tij për fëmijët. Ai I përshëndeste, përqafonte dhe I trajtonte me dinjitet. Në një shoqëri të ashpër, kjo sjellje ishte revolucionare. Ai u mësoi njerëzve se mëshira është një forcë dhe edukim I hershëm ndërton breza të shënosh, shpirtërisht dhe moralisht për të ardhmen. Edhe në momente fitorie ai qëndronte modest. Kur hyri në Mekë triumfues, uli kokën në falënderim dhe fali armiqt. Ky akt I jashtëzakonshëm tregoi se misioni I tij nuk ishte hakmarrja, por udhëzimi dhe pajtimi. Kjo madhështi morale ndryshoi rrjedhën e historisë dhe zemrat e njerëzve përgjithmonë me drejtësi. Këto ndodhi të vogla, por domethënë se tregojnë se jeta e pejgamberit alayhis salam ishte shkollë edukimi. Ai formsonte njerëzit me shembull, jo vetëm me fjalë. Çdo veprim I tij kishte mësim të fshehtë që ndërtonte karakter, besimi dhe përgjegjësi shoqërore të qëndrueshme për individin dhe komunitetin në mënyrë të vazhdueshme. Këto ngjarje të padëgjuara na ftojnë ta shohim pejgamberin si udhëheqës të jetës së përditshme. Ai nuk ishte vetëm lajmëtar, por model I plot njerëzor. Duke reflektuar mbi jetën e tij, besimtari gjen drejtim, qetësi dhe forcë për të jetuar besimin me sinqeritet, durim dhe dashuri në çdo kohë, gjithmonë. Qad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Ju pra kishit shembullin dhe ne kemi shembull më të mirë të dërguarin ton Muhammed alayhi salatu wassalam.